Kryetari i Prishtinës përparim Rama i ka bërë një kërkesë kryeministrit në detyrë Albin Kurti duke e ftuar që të kandidojë vetë për kryetar të kryeqytetit në të ardhmen. Rama u shpreh i bindur se do ta mposhte në një përballje direkte Albin Kurtin. Unë i kisha sugjeruar Albin Kurtit që të kandidojë se e di që e don shumë pozitën e kryetarit të kryeqytetit, kështu që mos me shti dikë aty, veç me humb, me djeg, po vetë me kandidu masa miri. Unë mendoj se Albin Kurti nuk i intereson zhvillimi i kryeqytetit, zhvillimi ekonomik apo ai urban i një zone, i intereson historia, i intereson filozofia, kështu që nuk kam asnjë dyshim se e mundi në kryeqytet, tha Rama. Rama ka konfirmuar zyrtarisht se do të rikandidojë për një mandat të dytë në krye të kryeqytetit. Rama tha se pavarësisht sfidave dhe pengesave politike, është i vendosur të vazhdojë punën dhe projektet për zhvillimin e qytetit. Unë qytetarëve ju kërkoj me reflektu dhe me pa që përkundër këtyre problemeve nuk ka pasur zhvillim më shumë. Ne nuk ndalim dhe askush nuk ka që na ndal përveç votë ose qytetarëve. Po, do të jem kandidat për kryetar të Prishtinës. Unë i besoj elektoratit, besoj që ata e shohin, tha Rama teksa u shpreh i bindur në fitore. Patjetër që do të bëhem, tha ai. Rama ka akuzuar ministrin e kulturës në detyrë, Hajrullah Çekun, për shpërndarje të gënjeshtrave dhe mungesë bashkëpunimi në projektet kyçe për kryeqytetin. Ky njeri, kur ka ardhur te ne, më ka kërkuar hapësirë për teatrin. Ne kemi qenë të hapur dhe i kemi ofruar hapësira dhe kemi bashkëpunuar, por edhe për disa projekte të tjera. Ne e presim për disa kohë dhe ky nuk i realizon ato projekte. Por, ja që ky kryeministër, që ne i kemi ndihmuar për çdo send, del flet gënjeshtra të cilat normal që e shpërfill karakterin e tij. Ka gënjur edhe për gjëra të tilla, tha Rama. Ai ka thënë se përkundër thirrjeve për bashkëpunim rreth projekteve strategjike, si unaza e kryeqytetit dhe fshati olimpik, kryeministri në detyrë Albin Kurti e ka kushtëzuar ata gjithçka me përfshirje politike në vetëvendosje. Po, normal, ishte takimi. Unë kam kërkuar që çdo herë të takohem me Kurtin për çështjet e kryeqytetit. Në shtator të vitit 2023, kur ne morëm drejtimin që të jemi një këshier të lojrave mesdhetare, i thash dhe ju luta që tash e kemi për detyrë që të bashkëpunojmë, na vyn unaza e kryeqytetit, na vyn fshati olimpik, na vyn në zhvillimet e infrastrukturës dhe ju lutem mos i bllokoni. Tha, e jam me neve dhe s'ka problem. I thash si me neve, unë jam me neve. Kush është neve? Neve jemi të gjithë. Unë nuk po du me bisedu me kryetarin e vetëvendosjes, por me kryeministrin e Kosovës. Aty shihet se kryeministri në detyrë nuk sheh as Kosovën, as Shqipërinë, as shqiptar, asgjë, përveç ku është vetëvendosja. Deri ku është vetëvendosja është Kosova, deri ku është vetëvendosja është Shqipëria. Kjo është një ideologji e mangët, një ideologji që i ka kaluar koha, është autokraci. Ai nuk don demokraci, por don autokraci. Kjo është rrezik i madh për vendin tonë, tha Rama. Ai ka paralajmëruar se mos funksionimi i institucioneve dhe bllokimi i projekteve infrastrukturore nga ana e qeverisë mund të rrezikojnë seriozisht mbajtjen e lojrave mesdhetare në Kosovë. Edhe për lojrat mesdhetare, sepse me këtë mos krijimin e institucioneve edhe kur mundet me qenë në rrezik, kjo infrastrukturë na duhet nga dje, por këta po luajnë lojra. Normal që nëse vazhdon ky proces dhe ne nuk krijojmë institucione, janë në rrezik, tha Rama.